euroskeptik. Me që isha euroskeptik ka gati, tani të lutem të madhësh Me qëra fjalla, dhe nga pesa nga ndrojnë janë të irë akoma ke nafta, naftë marim në një traktor, në një sektor, te kjo pjesa që pyeti energjia, janë i sigur që do vinë me pas, se kështu fillon. Juve në divjak, ju t'jeni para ne, ju duhet t'i keni marrë këto energji djellore. E ti qenë në qytet, po pse flet me më të shatin? Unë të fshat jam unë, ti e në qytet. Zoti Koreshi. Nuk e di toni që lushje ishe 4 ropa drita mra. Po si a qëllon, mori plaka se ngordi ftohtit, tha i bidon me ujë, shqy që kishte dushe ujë të graf. Gjo këtu e toni, gjoj sekund, do ishte ropti. Mori mamaja ime mra plaka, tha mu, nuk punon as pon, pa o të keqe, këshim bush në bidon me ujë të ngraf, se kemi 4 ropa drita. E diti, ja, në lushnja, flasë. E qyteti do fushë e Europë. Po qaro, ti ke kanal pa pastru mytë gjithë mëzëqjet, ti do hyshtë në Europë. Me që do hyshtë me qizme me balë, do hyshtë në Europë, o toni. Gjo këtu, gjo. Ne që në thu euroskeptik ti, se dhe duket që u kemi me shkollë natën dhe të euroskeptik. Si shte bëte, se në bëte euroskeptik gjithë, ky euroskeptiku ka marru pa 25 vjetë dhe Romë. Po përndaj po të themun, po euroskeptiku, edhe dije në bët një 50 veta ju në folet, ore mu dukesh, ore ne po e zbulojmë sot Italin, apo qysh? Më të nga gjithë fjalimet... O tonë, tani një sekund, ore unë dakord që tim të përmendet mu shumë kryetar. Edhe kryetarin, që në momenti që e përpurnojsh kryetari grup parlamentar tuj, ne i besoni për ty në Europë. E kuptonë? Po desa, kur ja gjeti modelin e flokëve, bestaj që i gjeti qethi kare ta Ulandi, atë kryetarin që të ti, po mirë pra dakord, jo më së është personale, kjo është publike. Për cilin kryetar flasim? Ate që tha toni, që tha toni? Kishe pirë dit me atë kryetarin tonë, se ka fillu puna me ikë. A i iku toni, i lau pjatat. Ish kryetari? Kore kryetar njële së i lau pjatat aj. O i lau pjatat aj. Po ideja është, ky ju i kur të t'i lajt pjatët. Më gjë, ky i ju i po kaloj nga Europa, dale pra dale, ky ju i kaloj nga Europa në Izrael. Edhe ata gjithë, nuk vajti as një, vajti vetëm ky i ju i. Edhe ata, ky, shqivë qa bërën, vajti Izrael. Kështu që mos kaloni nga Europa në Izrael, ku nuk vajti as një. As Vučić nuk vajti, dhe ta pshisi ju po bëni pralla ju. Këto letrat, edhe një këto letrat, si punët gjithë tyre tjera, ju bëjni, këndojni, firmosni, bëjt që të dojni. Nuk kemi një skepticizm, qofse unë jam qytetar Europian, për para se ta bështi këtë ligjit, se kam letën gjept, pjesës e Europës. Nuk ka lidhje kjo, nuk e se na përna qoni ju në Europëne. Ka ngellë dhe këta tjera të shkret këtu, ata gjahet që marrin pension, që s'po vendet në Europë, se janë me Karavic. E kuptone? Që nuk i lejo, që shtoni shtot pensioni 18.000 lek dhe hoqet 16.000 lek shën e dritave, në fund fare ngellin 2.000 lek. Një buk misë dhe i raskos me buk misë nuk marrin do në ditë ata me të 2.000 lek shën. Sa është për i ditë, ju e bët në muaj, kështu që nuk hyet në Europë me brek grisra, o toni. Du në rënuar njerë të mathmet, pas taj të hymë në Europë, se nuk në qasin. S'kësa jo, falë, se kjo është pjesa e fjalimi që i ngeli pa fol mërëm, Zoti Koreshi, për arsye kohë mërëm, i ngeli fjalimi pa mbyll mërëm. Jo, se nuk e di. Nuk e di pse mu duk se ishte deri në fund ky, po s'pas ka qenë. Zonja Ismaili kishe gjë për shtuar? Se do të kalojmë në votim, se janë shumë të qarta marrëveshjet. Kisha vetëm një koment. Pare njëherë që jemi duke diskutuar 4 marrëveshje shumë të rëndësishme, që nëse i shohim me vëmendje, vlerat që shoqërojnë këto marrëveshje në para janë relativisht të larta,
ku 85% e tyre financohet nga Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër bashkëfinancim nga Shqipëria dhe shtetet respektive, se të thuash janë pjesë e marrëveshjeve. Nga një tjetër, mua më vjen shumë keq, i dashur kolegë, që më shumë t'i ke interes për agendën e Vučić, ku vete e ku s'vete, se sa marrëveshje që ndikojnë direkt në të gjitha çështjet që juve ngritët edhe diskutuat, se në fund fare asnjë punë nuk bëhet pa para. Unë i dashur kryetar kam vetëm dy komente teknike. Së pari tek neni 48, renditja është 112, që për çështje përkthimi duhet jetë një gabim tek marrëveshja me Malinezik. Zonja Ismaili, kur të kalojmë ke secila marrëveshje, okay, në rregull. Ju lutem pastaj për çështjet teknikës legjislative mund ta merrni fjalën. Dakor, faleminderit. Është shumë e qartë që gjitha problemet dolën, besoj. Jo dolën realisht sepse kemi nevojë edhe për një euroskeptik në komision, nuk është të thonë. Edhe pse unë do të ftoja zotin Koreshi që tani ne po punojmë, sepse si që ka zoti Koreshi Europën në xhep, edhe ne duam ta sillim Europën në Shqipëri, që t'jemi dhe ne që edhe ne po punojmë që ta sillim Europën në Shqipëri. Tani unë mendoj të kalojmë në votimin dhe miratimin e këtyre marrëveshjeve një nga një, se janë 4 marrëveshje të rëndësishme. Tani fillojmë me votimin e marrëveshjes parë. Për ratifikimin e marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës Shqipërisë, Francës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit Interreg Europe 2021-2027. Kush është dakord në parim me marrëveshjen? 8 pro, do marrish pjesë në votim? Njës merr pjesë në votim, asnjë kundër, miratohet në parim marrëveshja. Vazhdojmë në shqyrtimin dhe miratimin nen për nen. Neni 1 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2 hyrë janë fuqi, pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Kush është dakord tërësi me marrëveshjen? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Po? Tek neni 48, renditja është 112, duhet 123, është vetëm një çështje përkthimi. Ku është neni 48 këtu? Po. S'ka më... Do më falësh vetëm 1 minutë ta sqaroj pak me asistentën? Po, tek teksti i marrëveshjes. Marrëveshja dy nene ka me ku i nxorët 48. Po jo, dy nene ka marrëveshja, mos më futni në teknikalitete të marrëveshjes teknike që është mes qeverisë shqiptare. Shiko, ne ratifikojmë marrëveshjen. Simbas atij teksti bashkë ngjitur projekt ligji që ka ardhur. Miratohet kjo marrëveshje. Kalojmë tek marrëveshja e dytë. Marrëveshja e dytë është për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese numër 1 me shkëmbim letrash të marrëveshjes financimit ndërmjet Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës Shqipërisë, Republikës Kosovës përfaqësuar nga zyra e kryeministrit dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027 ratifikuar me ligjin numër 12/2024. Kush është dakord parim? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë në votimin dhe miratimin nen për nen. Neni 1 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 2 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë votimin në tërësi. Kush është dakord tërësi? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet dhe marrëveshja e dytë. Gati për të dy marrëveshjet e para raporti për komisionin përgjithëse më pas për seancën plenare.